Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, grazie al Presidente Duca, grazie a Fulvio Pea per l'invito, per me. Faleminderit Presidenti Duka, faleminderit Fulvio Pea për ftesën. Për mua personalisht, por mbi të gjitha si përfaqësues i Juventusit, është një nder të jem këtu për të përballur dhe për të folur për futbollin në mënyrë shumë të qetë dhe konstruktive. Mendoj se me trajnerët dhe drejtuesit tuaj mund të kemi një shkëmbim shumë të vlefshëm, ndaj faleminderit për ftesën dhe për mikpritjen. Besoj se Federata Shqiptare e Futbollit është në një fazë të madhe zhvillimi dhe këtë e tregojnë rezultatet. Mendoj gjithashtu se këto takime janë një mundësi e vlefshme për përditësim, jo vetëm për ata që i krijojnë dhe i organizojnë, por edhe për pjesëmarrësit si ne, sepse shkëmbimi i përvojës dhe përditësimi janë dy element themelor për rritjen e çdo drejtuesi dhe trajneri. Temat e ditës së sotme lidhen veçanërisht me futbollin e moshave. Bëhet fjalë për parimet bazë të menaxhimit dhe të marrëdhënieve, për udhëzimet metodologjike që përdoren në të gjitha strukturat e një klubi si Juventusi dhe klube të tjera të futbollit italian. Sot do të flasim për strukturën tonë, për parimet tona, për metodologjinë tonë, por mbi të gjitha për ADN-n e klubit dhe të shoqërisë që përpiqemi t'u përcjellim trajnerëve dhe lojtarëve të rinj, sepse gjithçka nis nga një filozofi dhe nga objektiva të qarta. Nëse ne besojmë në një filozofi, duhet ta kemi atë besim dhe ta transmetojmë në mënyrën më të mirë të mundshme te trajnerët dhe instruktorët, të cilët më pas e përcjellin te lojtarët. Është një zinxhir ku çdo hallkë është thelbësore në strukturë dhe në procesin e formimit të futbollistëve të rinj, me një qëllim të qartë, tu krijojmë atyre mundësinë për të realizuar ëndrrën, për ta kthyer sportin, veçanërisht futbollin, në profesionin e tyre. Faleminderit.